Sot ndodhi diçka që kur në praktikën gjyqësore është e panjohur në gjykatat e Kosovës. Na detyroi gjykata që të ushtrojmë kundërshtim kundër akuzës pa shkresë të lëndës është rast nonsens. Sa i përket çështjeve tjera, ju kisha lutur për mirë kuptim e ndëgjuar udhëzimin e gjykatës që çdo informatë lidhur me zhvillimet brenda sallës mundi t'ia drejtoni zyrës për informim të gjykatës. A u deklaroi klienti juaj? Ai dini çfarë? Po s'kem qysh deklarohum për shkak se është deklaruar që nuk mund të i deklarojmë rreth fajësisë pa i pas shkresë të lëndës. Qysh mund deklaru për fajësinë kur s'ka shkresë të lëndës? Qysh do ta shkruaj unë kundërshtimin e akuzës pa shkresë të lëndës? Ato shpën që dhe zotri Marrimi ka pas ato dokumente dhe ato kontratat që tash Po si ka pas? Po ju lutem, nuk i ka pas. Pritni drejtsinë, pritni durimin ta keni derisa drejtësia ta thot fjalën e vet. Kush pi thot? Jo. Kush pi thot se i ka pas, nuk i ka pas. Jo, unë po të them me përgjegjësi plot. Ridvani ka qenë përkthyes i kompanisë turke.